I kam thënë aman, nuk ka kuptim të vritemi, të pritemi, to lek, unë ja ka marrë dikujt, do më vinë nesër. Niku është një 38 vjeçar nga Tirana, i cili nga mirëbesimi ka rënë në graskën e një mashtrimi të madh, që do të niste 6 vite më parë pasi takimi mes familjarësh. Në vitin 2019, çuni Hallës, vjen edhe më thotë që babi donte të takonte pse ka një bisedë me ty. Kanë minierat vetat kromit në Bulqiz. E nxjerrin kromin dhe tregtojnë jashtë shtetit. Shkojën te shtëpia e këtyre, tha që çmimi kromit ka rënë shumë poshtë dhe kostoja e nxjerrjes me çmimin e shitjes ishte më e lartë dhe tha tash është momenti më i mirë dhe unë jam pak në vështirësi ekonomike për të pagu punëtorët, gjërat më ndihmoi që ta grumbulloj kromin dhe ta shesim në një moment të dytë që çmimi kromit do jetë më i lartë dhe ti do marrësh benefite, po dhe mua më ndihmon dhe unë marr benefite më shumë. Personi që bëri këtë propozim, pra burri i Hallës së Nikut, është Rahim Dedja, emri të cilit u përfol në dosjen hetimore të vrasjes së biznesmenit Ilyas Çali në vitin 2022. Do t'i jepsha parat, ai do ta merrte, e kishte gjithë infrastrukturën që nxirrte dhe runte, e mbante në pikë depozitimi, pagunte punëtorët dhe kur të vinte momenti që në bursë do rritesh çmimi, do ta shisnim. Një propozim të ndues që nuk ishte se si të mos merrej në konsiderat. Prandaj, i entuziazmuar, vendos që këtë bashkëpunim t'ia propozoj një personi të tretë. Çuni tezës ka qenë në vitin 95 merret me biznes në Itali, ka firmë ndërtimi. Dhe i them që nëse ti ke lek që thash do blejmë kromin, kromi do jetë aty, sa ti mbash lekët në shtëpi. Kot, blejmë kromin se gjithmonë këto kanë tendenca është do rritet çmimi i metaleve. Niku kishte hyrë me kokë në këtë projekt të blerjes së kromit me shumicë, aq sa arriti të bindë edhe kushëririn. Me të cilin, pas disa bisedash, vendosin të bashkojnë forcat që t'ia blejnë kromin biznesmenit për një vlerë të konsiderueshme. Ka marrë një herë 100, 20, pastaj ka marrë nga 50 dhe shkum në një shumë 220.000 euro në total. Atëherë më thoshte që për 3 muaj kjo do shitet. Ti bëri një marrëveshje me burrin e Hallës, të shkruar një kontratë? Ai më thoshte gjithmonë ç'a do t'i lej penge, kështu gjëra. Po unë duke qenë se ishim rreth familjar, e besova. Ma niste vazhdimisht me video, ja ku është kromi, krom ka sa dush. Shikoj e pak herë sa mall është këtu. Mos më vëzit. 4.000 tonë dhe shkasim. Siguria në maksimum, por jo çdo gjë që shkëlqen në shtar. Në rastin ton, krom, sepse mjafton një e papritur që gjërat të marrin rrotullimin. Viti 2020 do të hynte me frikë dhe pasiguri për çdo banor të globit. Shkaku ishte virusi COVID-19, i cili përveç miliona jetëve të humbura, shkaktoi edhe një kolaps industrial. Unë e mirë kuptosha deri në një farë pike këtë pjesë, isha koshiencë, shifsha industritë u bllokuan dhe nuk kisha pse të shkosha të bëhesha i bezditshëm. Edhe mendosha që gjithmonë kromi është aty. Kaloi një farë kohë, kaloi një vit, kaloi 2 vjet dhe ky vazhdonte me akoma me idenë që kromi është prapë poshtë çmimi. Nxirrte gjithmonë ai një justifikim. Dhe 38 vjeçarit i lindin dyshimet se burri i Hallës po e gënjente, prandaj vendos të informohet më shumë për tregun e mineraleve. Interesohem te një ekonomist që të marrë vesh pak me çat çmimi, po shitet kromi bruto siç e nxjerrin këta. Dhe ekonomisti, përveç detajeve që i jep, i siguron treg. Informacion që Niku ja përcjell menjëherë Rahimit. I thash që shikohet si është puna. Unë kam pyet një ekonomist, ka gjetë ai vend ku ta shesim asil kromin se e shes vetë dhe t'jap dhe ty ato ç'a të takon ty dhe ç'a na takon neve. Në këtë moment masane nxirrte justifikimin nga më të çuditshmet, pse kështu ti, pse ashtu dhe u harru muhabeti që kishte krom. Nisur nga raporti familjar, Niku mundohej ta mbyll gjithçka me mirëkuptim me personin që po e gënjente çdo ditë. Okej, thash, bëre ç'a bëre, na kthe të paktën lekët tona, nuk duam as fitim as i gjë. Nëse ti nuk i ket na japësh direkt, na jep avash avash, vetëm i kthej që unë ta heq këtë siklet, që kam hyrë me i fjalë. Unë do t'jap 10 fish. Çes këtë minjat, e t'jap 500. Na javën tjetër që s'ka tashmë. Kam fut fabrikën për të marrë këtë të madhe. Do të më ndërrua Onik 200 për të marrë. E jo 100, sa janë. Onik ditën e punë në 2 ditë blek, do të bie për shoferin. Ka ngel vetëm me 16 shkurt, do t'jap 50, por ke edhe drejt të bën vite të drejtë. Rreth të drejtë, më e mesazhin. Ja e mbajti Niku mesazhin. E çfarë ndryshoi? Asgjë. Rrenat vazhduan. Nuk të kesh probleme për mua, nuk është problem sa janë, të t'jap 5 fish, e vdeksha. Në datë 14-15 tani, këtë muzive, i telefonat vllajtan më kujto, se mund të bëjmë ne gjatë bukur.
Unik jam punë të rëzit, daj, mëse më rëzit hiq. Me zotin parë dhe në fund mujtë të t'i bëjt 0-0, plus kafe, sepse du fort. Me këto broçkulla ka vazhdu 7 vjet. Paktën më ktheni ato që unë kam marrë. Ja sot, ja nesër dhe u bën që nga 2019 dhe sot që jemi. Në 2026, plot 7 vite, duke u lutur për lekët e tij. Për këtë arsye, në shtator të vitit të shkuar, Niku detyrohet që ta kallëzoj penalisht biznesmenin pranë krimit ekonomik. Për mashtrimin që po na bonte, sepse u mbush kupa nuk dishim më. Shkon atje, pranon që i ka marrë lek, nuk i pranon gjitha. Por shumë më pak. Për ta sqaruar me shifra, sipas Nikut, Rahimi i detyrohet 220.000 euro, ndërsa sipas Rahimit, Niku i ka dhënë vetëm 120.000 euro. Por pavarësisht asaj që ka deklaruar në polici, në bisedë me nipin e gruas, biznesmeni tregohet shumë bujar. Unik mësëm të fëtot ato të nikë se plujtë shkatrove jetën. Se të t'jap jo 120, të t'jap 220. Plot 100 milion dhurat për Nikun, që nuk do t'ishte e vetmja. Parve ti të bëjë gëllë bime, t'jap sa dur, 500, 1 milion. E për pahile, unë nuk më hodë legos dhe gjenë ku të shkoj. Kam pasuri së dush, bi 15 milion dollar. Me fakte, sepse nuk jem buk shkejtën. Dakor shpirt? Shpirt, për ato lekët, ende si ka parë nip që e gruas. Dhe denancimi që bëm e tham që nëse i na kthen ato, jemi gati të tërhiqemi nga çfarë se nuk është ky synimi jon. Në disa raste, duhet edhe të arsyetojmë dhe të pranojmë disa lëshime, sepse një investim i gabuar apo një e papritur ndryshon shumë ekuilibra financiare në jetën e një personi. A mos ndoshta kjo ka ndodhur dhe me Rahimin, sepse kur njeriu nuk ka dhe pik. Mund t'i ndërgjuar ato të shkreta, por me sa duket jo. Ajo që shtyu që unë e vrikosa shumë që bora dhe denancim është jeta e luksit që këta bëjnë, jeta e shfrenur që këta bëjnë, shpenzimet që bëjnë këta me makinat fundit, pushime nga të 4 anët, me fjalë mund të ketë 3 muaj vera, këta bëjnë 6 muaj pushime. Dhe unë nuk e di tash ku i gjejnë lekët se këte i thonë s'kemi buk, filloi një farkohe, m'jep numrin e llogarisë, i kam dhënë numrin e llogarisë çunit tezes dhe po ti shofësh vazhdimisht i thojsh që nuk kalon lek, nuk kalon, ja do të kaloj kaq, ja do të kaloj aq. Ndërsa i mbante me shpresë dy të rinj, biznesmeni shpikte edhe genialitete të tilla. Lekët tuaj dëgulmi, dhe të thosh se na sa ka shku dhe të bje Bitcoin këtheu. Pas nesër dhe të bje Swifti, sonë të laj borxhin. Ore kaloj me çfarë do dushi, thash, vetëm ti gjej një mënyrë, na i kthesh mbrapsht. Por kjo gjë nuk ndodhi kurrë. Madje kur Niku nisi të ngrinte tonet për të kërkuar paratë e tij, filloi pastaj me ofendime nga më banale, duke filluar më ka ofenduar nga motra, do të bëj këtë, do të bëj atë, më ka filluar shantazhe, do të shkojmë polici, derisa u mbush kupa. Edhe i thash okej, thash se në polici po shkoj unë, thash me qenë se ti dashke, i thash se ti dhe më faj, dhe më tregoke mu policit. Po ti për çfarë do shkosh në polici që mashtrove dhe s'do të m'japësh legët? Pas kësaj përplasje, Rahimi ndryshon taktik dhe i rikthehet rolit të mikut Babaxhan që kërkon të zgjidh problemin. Kërkote falje, po unë të kam rritur ty, po unë të kam ndihmu ty, ndërkohë që tash kam dhënë unë ndihmë atij, ose besoj ka dhënë njëri. Por problemi nuk janë vetëm lekët dhe Rahimi, sepse siç ndodh kjo rrallë në shoqërinë tonë, të kërkosh lekët e tua është turp. Korrit familjen. Tashin s'na flet gjithë fisi, pse i kërkojmë lekët e tona. Me fjalë kemi shku dhe në për vakira, në për varrime, nuk më flet fisi mu, se unë po kërkoj lekët e mia. Pa harruar edhe kushëririn, të cilin pa dashje e futi në një qorsokak financiar. Si ke marrëdhënie me Delen e Tezës? I kam shumë të mira dhe më mirë kupton. Se t'ishte ndonjë tjetër nuk e di se çfarë do më kishte bërë. Se unë e futa në këtë dhe unë i hyra garant që i thosha që çket se unë po shkoj për kontrolloj dhe i çosha dhe videot që ai mi niste. Babai im ka shku her pas here, ke halla i ka thënë t'lutem se çunin e keni fut në hallë, e keni fut në siklete. Ja se do t'i japi, i thot ja se po gënjen një tjetër nga Maqedonia, i ka thënë babait. Do gënjen atë do t'i japi ty. Vazhdojnë me fjalë kanë bërë si tip stil jetese këtë mashtrimin. Një mashtrues serial? Këtë nuk mund ta themi. Por ajo që di me siguri është se Rahim Dedja vijon të operojë në biznesin e kromit. Tash që ka hap 2 firma të reja tash. Një e ka hap në Mars dhe një e kishte hap në Gusht. Prap krom dhe ndërtimi hidrocentralesh. Zoti Dedja, përshëndetje, si jeni? Mund ta di të lutem kur do t'ja kthesh parat Nikut? Po sa muajin tjetër? Ti ke 7 vite që thua muajin tjetër, më kupton? Unë kam të gjitha vojset, prandaj a mund të bëjmë një diskutim me kamera? Jo. Pse nuk mund ta bëjmë? Sepse dakor, ju nuk doni, por jeni duke i mbajtur peng parat këtij djali, më kuptoni? Nuk i kam parat, jo se se kam me dhe do të shkojmë punë. Jo. Atëherë, dëgjoj, në burg kam përshtyp. Unë jo vetë shefat e gjithë. Me që na i njeh shefat, mund të vish në taksi? Përballemi?
Po si s'kam kaq të timu, jam këti papaqe, pas nuk u vjet turp me morë mund në kam mikë të shtëpisë. Gjitha të rregullojnë ta vikë punë. Ciao. Do ta ndrej shumë këtë punë. Do të shkojnë polici. Unë njoh shefat. Rahimi na priti me 2 këmbët e para, po vetëm për borxhin nuk foli as pak. Sidoqoftë, provojmë ta kontaktojmë edhe një herë, kësaj radhe nëpërmjet numrit të Nikut. Dhe përgjigja është kjo. Telefonin tim morë, se do të shky, se s'kam lek borxh. Dëgjoj, zoti Rahim, kam të gjitha vojset e tua ku ti premton që duhet ja kthesh parat. Jo, sepse ti ja ke marr. Dëgjoj, atëherë ti me letra e ke bërë kastile këtë gjë që më të mbrosh ligjërisht, por unë kam vojset e tua. Flasim për borxhin që ti i ke Nikut dhe që e premtonte vojset. Po që ti më të deklaruar shtet për gërin, ju tash çfarë doni fellë me më forcë? Zotri, nuk po flasim për forcë. 25 muaj tjetër, vish ti të gjallë blekë ty për tjetë punë për lekë. Do ta mbash premtimin, je i sigurt? Do të gjallë në mund sepse të jetë shumë pasojëron se unë të vdes, dhe tonë ke punë. Të lutem qetësohu, mund të flasim tamam, të lutem ti ke borxh, ke Të unë të qetësohu, po më vjenon se ta punë e atë punë, unë të shkoj të tokë. E kuptojmë gjendjen e rënduar emocionale të këtij zotërie, ndoshta për shkak të operacioneve financiare të dështuara. Por hallin më të madh në këtë histori e ka Niku dhe kushëriri i tij, të cilët po sillen vërdall për vite me radh nga ky individ. Pata goditja është emblema shtendë shishli, punët e biznesit. Dakor. Po jo më shku këtu më drejim, më çon në televizor, po çfarë për lekë? A ke 7 vite që i thua do t'ja plikët nesër, do t'ja pas nesër muajin tjetër. Tani ne duam. Ti do të pret lekë për të marrë biznesin një bie. Po unë pa mund të jap lekë ti, nuk jam marr. Si do t'ja japësh lekët? Thua nuk kam, pastaj thua do t'ja jap. Ta hapi një të bëndoj. Niku ç'të bëj? Do Niku ke 10 vjet morë ju, të japë lekë juve dhe të morë ju, sepse ke unë pa më bra. tani. Unë do, pam që unë burt, unë këtu si merrej. Rahim, te ne nuk paguhet. Është gratis. Jam mas legend, as 12 vjeç, jam 58 vjeç. Okej, kur do të japësh? Më zdasi se 5 muaj tjetër ka lekë dia që ke shtëpia. Dhe besoj që këtë herë do ta mbash fjalën. Besoj, shpresoj. 2 milion bëshirë dhe më para di që lekë. Rahimi na e bëri premtimin publikisht, por meraku i tij është diku tjetër. Ja, muaj tjetër Donik, mos më çon në televizor Donik se do shkoj të vdes unë, po të ngish gjak borx. Mos më çon televizor, po më vjen të bie lekë Donik. Në ke shtyt ti në këtë pikë mu. Në ke shtyt ti në këtë pikë se për ditë në gënjen. Dhe t'jap shpirtin, dhe t'jap lekë më shumë. Njëzimi se unë të shes shpirin, këtë atë një këtë, nuk jem kalama më burë. Janë 200 vojse ti. Okej, Dhe të morë Niku para të asë se 5 ty. shpresojmë që të vërtet. Qam nga ta bura që ke njëse, të sheshes gjak trupi. Tu lemin, on tokë, o me u lemin, 2 gjona ka kjo. Rahimi nuk ka pse futo kokë me ndime ekstreme. 25 shkurti ka 2 javë që ka kaluar dhe ai A kemi lënë me 30 vjet me motra, pa marrë ta marrë mos. Jo, zoti Rahim, kemi caktuar datën 25 shkurt nes si afati fundit. Nuk do më gjatë shumë, se me 10 vjet, ma e posë, më shumë me 7 vjet. Qem burë, qem kalamon. Nuk kem të drejtet. Ne do të presim edhe datën 10 mars, ndoshta edhe 10 prill, 10 maj, por jemi të sigurt që refreni do të jetë i njëjtë. Jemi njerëzit tanë, ku diu, nuk di më tash kujt i besojmë në këtë jetë.